nga fillimi I luftës në Ukrainë e deri sot, vetëm 2 njerëz njohin që s'kan ikur nga pushteti në BE. Edi Rama edhe Viktor Orbani. Mirë, po Viktor Orbani është në BE, ne as nuk jemi. Po mirë, ne jemi kandidatë zëresemi. Të gjithë tjerët I ka zhdukur kriza ekonomike që prodhoi lufta në Ukrainë. Përfshi dhe në Amerikë. Sepse ne harrojmë një gjë, po shikoj njerëzit janë qesharak nga servilizmi. Të kujtohet që para një viti gjysmë presidenti I Amerikës para 2 vjetësh Biden I jepti dorën murit dhe gjithë thonë është normale. S'është normale, është mbreti lakuriq. Pra nëse presidenti I sotshëm I Amerikës, Trumpi, ka ardhur atje ku ka ardhur, dhe I duhet marrë vendimarrje të mëdha dhe këtë gjë ta bëjë bashkë me Zelenskin, se normal që ai vendos në luftë. Nuk është se e bën nga qefi, e bën nga halli. A është një gjendje të fillojmë luftën e tretë botërore? Po në rregull, po filloj luftën e tretë botërore, do përdoren armat atomike. Edhe kjo botë e pat kështu me kaq sa çënjojnë. Pra ti thua Trump nuk ka zgjidhje tjetër? Po sigurisht. Përveç kësaj që ka dhënë si opsion. Po kjo është zgjidhja e vetme për armpushimi. Prandaj them që cila është zgjidhja tjetër? Luftë botërore? Okej. Si do të bëjmë luftën botërore? S'kemi ushtar. Pra, në një anë, do ta shohim me simpati mënyrën se si. Po mirë, SBA po I nënshtrojnë Rusisë, pra që nga më e fuqishme Rusia se SBA, se kështu I bie. Shiko, unë nuk I kam qejf çështjet e propagandës në çështjet e sigurisë. Çështjet e sigurisë trajtohen në mënyrë të ftohtë me instrumentat e vlerësimit të çështjeve të sigurisë, me 5 shtyllat e sigurisë. Nuk duhet folur me më të fortë të thua. Shtylla e parë është ekonomia. Po. Që të vazhdosh luftën në Ukrainë, dhe të bësh luftë me Rusinë dhe me Kinën, me gjithë BRICS-in, do të kesh ekonomi shumë të fortë. Dhe ekonomia e dobët e solli Donald Trump në pushtet. Nuk do kishte ardhur kurrë Donald Trump në pushtet, dhe ata që ishin, ikën sepse dështuan me faktorët ekonomikë, pak Covidi, pak lufta, pak kjo, pak. Shtylla e dytë është shëndetësia. Kjo lufta ka kushtuar shumë, po e disa të vrarë, sa spitale kampe ushtarake lufte ka çu perëndimi, ka çu Amerika në Ukrainë gjithë këto vite. Pafund. Sa shumë vrarë, ka gati 1 milion vrarë. Shtylla e tretë është demografia. Ai ke vënë që qytetet e jugut të Italisë, nuk di sa I ke shëtitur, janë të braktisura, nuk ka më njerëz. Po, veriu e mban Italinë. Po edhe veriu I Italisë është lodhur. Mirë, po them që Po mjafton shkon Muni, nuk ke më Gjerman rrugë, I ke gjithë që vinë nga Azia dhe nga Afrika. Çështja e emigrantëve të në 10 vitet e fundit ka qenë çështja numër 1 e politikës jashtme. Çështja e katërt është klima. Nuk ishte procesin e deindustrializimit të Evropës dhe të perëndimit. Nuk e bëri as Rusia as Kina. E bën këta. Shiko rrugët e Tiranës, janë mbushur me makina kineze. Po kështu është gjithë Evropa. Pse? Sepse nga pikpamja e politikës pro-klimatike, u mori një vendim politik I leadershipit të Evropës, po në atë kohë edhe I leadershipit amerikan, me të ashtu quajturën marrëveshje të Kyotos, që të mos konsumohen më makina me karbon, industri me karbon, e tjerë, dhe të shkohet me energji alternative. Kush përfitoi nga deindustrializimi I Evropës edhe I perëndimit përgjithësi? Përfitoi India, përfitoi Kina, përfitoi Rusia. Çfarë problemi ka Trumpi me Kanada? Ka që 1/3 e Kanadas është në duart e indianëve. Çfarë problemi ka Trumpi me Evropën? Ka që Evropa I ka çuar gjithë makinën e saj industriale e ka çuar në Kinë dhe importon vetëm nga Kina. Si lidhje ekonomike që ka Gjermania me Kinë. Se kur themi Evropë, ne kuptojmë Gjermani si ekonomia më e madhe. Çfarë problemi ka me Rusinë? Lëndët e para. Tani Evropa kë ka nga këto? S'ka më asgjë nga këto. Kështu që kur të mendosh që do bësh luftë, dhe shtylla e 5 është lufta, pra duke ardhur shtylla e 5, do t'i konsiderosh të 4 këto elementet e tjera. Dhe nuk I ke. Kjo është e vërteta.
si do ta bësh? Nuk bëhet lufta as Facebook, as në Instagram. Ja, u qëndruan fort në postin më të fortifikuar të Ukrainës, si ishte zona aty fronti Pokrovskut edhe Mirnogradit atje. Ikën, e humbën, u dorëzuan, e peu të hoqën. Se nuk ka më as ushtar. Se është edhe popullat e vogël Ukraina, është territor shumë i madh, është vendi më i madh në Evropë Ukraina. Tani, si do vazhdoj? A duhet të ketë një herë pushim? Po patjetër që duhet të ketë një herë pushim. Pse? Alternativa e herë pushimit është lufta. Dhe me indikatorët që unë dash, që janë indikatorë ekonomik, politik, etj., tregon që perëndimi në këtë moment nuk është i gatshëm për luftë. Për 1001 arsye. Dhe unë mendoj që presidenti Trump po përpiqet të gjejë një zgjidhje të mesme të artë, pra duke i ndarë gjërat. A do funksionojë? Unë kam dyshimet e mia se do funksionojë. Unë mendoj që rusët kanë interes permanent të mbajnë çmimet e larta të lëndëve të para. Pse? Sepse rusët kanë ekonomi të vogël, vend të madh, ekonomi të vogël dhe të bazuar te lëndët e para. Ka shumë para kanë fituar 4 vitet e fundit ata, saqë kanë hesur shumë shpejt dhe shumë mënyrë të efektshme me ekonominë, jo vetëm aty, po edhe në lidhje me... Do më thonë si intereson Putinit marrëveshja? Unë gjithmonë kam qenë i bindur që si intereson. Aq më tepër që nuk mund dali Putini si një humbës nga kjo luftë që ka filluar. Po jo, ai s'po del si humbës, nëse i referohemi planit amerikan, vetëm humbës që nuk është, se ndryshe A e the, shiko tani, a e the, ta thash pa, do të themi që ka fituar Zelenski, po, ka fituar Zelenski. Jo, dakord, po nga që nuk po del Moska si humbës, kështu që Moska ka një linjë të vetme të mendimit, e cilën e lidh vetëm me interesat e veta. Nëse nuk do kishte ndodhur pushtimi i Irakut në 2003, pra 22 vjet përpara, çmimet e hidrokarbureve do mbeteshin të ulta. Dhe Rusia do të mbetej e varfër siç ishte. Luftrat që ndodhen, pra Iraku, pastaj pranvera arabe, dhe në fund kjo luftë ka ndihmuar vetëm për një gjë, që të gjitha lëndët e para të rriten. Ku janë sot ata gjenit e mëdhenj që thonin që rubla ka marrë fund, ekonomia ruse ka marrë fund, Rusia nuk do shesi dot as naftë as gaz në perëndim, ndërkohë që e di gjithë dynjaja që nafta dhe gazi i Rusisë vjen shitet në Evropë, jo vetëm në Evropë, nga India dhe nga vendet treta, siç është Turqia, siç është Azerbajxhani etj. Kjo është e vërtetë. Ne si Shqipëri gjysmën e naftës vjet e kemi importuar nga India. Ka India naftë s'ka? Ky është realiteti, kështu është gjithë Evropa. A ka guxim presidenti i Amerikës të thotë vërtetën? Po sigurisht që ka guxim, jo vetëm se është presidenti i Amerikës, por se është edhe i karakteri që është. Unë mendoj që gjërat do të ndryshojnë në momentin që Evropa arrin të prodhojë një klasë politike liderës të vërtet. Sot nuk ka. Sot nuk ka. Me që hapa me Mogherini. Nuk ka. Ky është realiteti. Ta lexojmë si duash, ky është realiteti. Tani ka dy gjëra, se Trump rierdhi për herë të dytë në krye të shtëpisë së bardhë me një nga kartat e tij më si president. Po pra ka bërë 3 zgjedhje, zgjedh 2 herë. Po pra, si president them rierdhi për herë të dytë në krye të shtëpisë së bardhë. Me një nga kartat kryesore që ishte paqebërsi, dhënia fund në mënyrë emergjente të luftrave. Po pra, nuk po e bën, mendoni ju, në një mënyrë, për shembull, jo të drejtë, ndryshe nga pritshmëritë që ishin krijuar. Po, duke favorizuar agresorin një. E dyta, duke i dhënë në një mënyrë të dyshim të fund luftrave, për shembull në Gaza, marrim shembull edhe Gazën. Po Gazën, po e morëm shembull Gazën. Domethënë, përfundoi lufta, pastaj vazhdonte Izraeli me bombardime sërish, një situatë sepse dha pushimin, po pse ç'do bëj Trump?